Forcat shqiponja kanë vënë në pranga 39 vjeçarin Ismet Gaxherri, i cili u ndalua gjatë një kontrolli rutinë në bulevardin Bajram Curri në Tiranë. Gjatë kontrollit të automjetit të tij tip Benz, policia i gjeti një armë zjarri pa leje, së bashku me një krër dhe disa fishek, të cilët u sekuestruan si prova materiale. Sipas njoftimit zyrtar, Gaxherri akuzohet për mbajtje pa leje, ndërsa materialet janë kaluar prokurorisë për veprime të mëtejshme procedurale. Ismet Gaxherri nuk është një emër i panjohur për autoritetet. Ai ka qenë plagosur në ngjarjen e bujshme të vitit 2015 në lokalen Tim Muraga në Lind, ku mbeti i vrarë Enton Nikaj. Në atë kohë, Ervis Martina ishte shpallur në kërkim për ngjarjen, ndërsa ai sot rezulton i zhdukur pa gjurmë. Sipas dosjes hetimore të vitit 2015, Gaxherri, i cili ndodhej në lokal me viktimen, kishte ndërhyrë për të ndaluar sherrin që përfundoi me vrasjen e Nikajt. Ai mbeti i plagosur pasi u godit në pjesën fundore të një pistolete. Agresorët më pas qelluan me armë në drejtim të Nikajt, duke i shkaktuar atij vdekjen e mënjëhershme. Kohë, u përfort se konflikti kishte nisur për një borxh për 200.000 eurosh, por Gaxherri e mohoi këtë pretendim para autoriteteve. Ndërkohë, policia po vijon hetimet për të zbuluar nëse Gaxherri posedonte armën për arsye vetëmbrojtje apo për qëllime të tjera. Ai pritet të dalë para gjykatës së Tiranës për masën e sigurisë në ditët në vijim.